Atëherë dua që t'i kthemi pak asaj pjesës së penalltisë ti sapo the. E kam dëgjuar Silvinjo dje konferencën për shtyp dhe tha që nëse shikoni ato shënimet e mia, tha i ftoi gazetarët që hajeni shikoni shënimet e mia, tha në çdo ndeshje, unë do të them në seancën servitore para një takimi, bëj gjithmonë ato goditet e penalltive dhe zgjidh kush është më i miri. Tha për shembull kundër Anglisë ishte Hasani për gjetur penalltin. Kundër një ekipi tjetër ishte Manaj, kundër një ekipi tjetër ishte Bajrami, dhe këtë herë doli prap Manaj. Kjo si logjik ty të funksionon, domethënë nëse në ekipin e kemi një lojtar caktuar i cili është gjithmonë aty derisa ta humbi. Në kategoritë inferiore siç me këtë logjik që fletej nuk ka. Janë dy role që nuk ndryshojnë asnjë në futboll. Është portieri kur fillon sezoni, pavarësisht që mund të ketë luhatje o gabime, portieri titullar vendosë që fillim dhe gjyqësi penaltive. Si mund të bësh gjyqësi për këtë ndeshje këtë ndeshje kështu, jo po këtë ndeshje tjetër, po atëherë do i vika dhe Ramadanit, Dimshitit, gjyqin penaltit, se i shef ai ato 2 ditë, që ai ne duhet kuptojmë dhe unë insistoj në këtë gjëra. Ta kam thënë gjithmonë kështu. Ky nuk është trajner. Asnjë trajner kombëtar nuk është trajner, është seleksionues. Nuk mund punohet me një ekip për 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë. Duhet një vazhdimsi, duhet sezon, duhet përgatitet nga ana fizike në bazë të asaj. Ata lojtarë që kanë, secili kanë ide të ndryshme në për ekipet e veta, përgatitet të ndryshme fizike në ekipet e veta, vinë në kombëtare dhe ky trajner duhet të zgjedhë më të mirët. Ky trajner, ky zoti Silvinjo, tregoi që me zgjedhjet e tij nuk është trajneri duar për ne. E tregoj dhe në Europian, kur la jashtë lojtarësh si Ismailit marrim. Kur na mërzitet gjithë ne, nuk bëhet futbolli në kombëtare me fotullëk. Oke, vendos ti, se ti shikon ato 2-3 ditë. 2-3 ditë nuk mund të thush dot si Conte që thotë unë i shikoj lojtarë dhe unë vendos. Ai shikon, ai ka 7 ditë në Itali, ti e di shumë që trajnimet, çdo ekip i ka të mbyllura dhe ai shikon, ai çdo problem e prek me dorë. Çfarë prek ky? Ky thot 3 ditë mana i shkret smur e vet gjuj penalltin. Po vetëm për atë nga ana psikologjike i shkreti ka qenë smun. Po nuk du të sulmohet Mane, se është turp. Penalltia humbet, para se nuk humbet kundër Serbisë. Por humbet. Po fiks pra, penalltia mund të humbet, por mund të servizën në atë lloj mënyre. Dhe unë mendova me atë vrrull që bori Manaj, me atë kokën që pash, po ta shikosh mirë, kam pa dhe Ruaj Scout. Unë mendova që ky djalë do gjuhej qendrore. Dhe ishte gol i sigurt. Do gjuhë qendrore. Është një ndeshje që duhet gjuhë qendrore, fort qendrore. Nuk ke çfarë zgjedhësh. Ai kokën e ka mbajtur ulur. Po si ti edhe pastaj thu këtë veshë vendosa Manaj. Tashi të gjitha justifikojnë atë barazimi mirë, Serbia ka qenë. Serbia është kot. Ky ekip është kot. Unë mbas ndeshjes fola me një lojtar të kombëtarës Serbisë, që është lojtari jon. Me Mitrovic. Mitrovic është lojtari i Hellas Veronos, i dhën borxh në Belgjik. Dhe më tha, të gjithë lojtarët e vjetër janë nervoz për arsye se ky trajner nuk di të japë ekspresione, thotë, nuk di të japi diçka të re të futbollit serb. Ka futur sherrin e ekip ton, të shif Milikovic, Savic, Tyllez nuk vinë, shumë lojtarë të tjerë nuk vinë. Dhe ky është fati që ka Sinjor Selvinjo. Lojtarët ton vinë duke qarë në kombëtare. Vinë të gjithë me dëshirë, po jo vetëm këta të kombëtarës madh, po të U14, U15, U16, U17, kur i thret kombëtare, i dridhet dhe prindrit me lekët e veta vinë me vrap, ti bëjnë biletën për një grumbullim ose për diçka. Se pastaj kemi të flasim edhe për dështimin që u bën në kampionatin U17, me futbollistët më të mirë që kishim ne atje. Ai është dështim. Dhe ai dështim ka 2 emra. Pea, drejtori teknik, dhe trajneri amator me UEFA B që është zgjedhur nga Pea atje. Këta duhet largohen. Nuk ka ofendim më të madh që Shqipëria mos bëj asnjë gol në fushë vet. Me një kampionat U17 që e pa gjithë Europa, gjithë adetit i lavor, do thënë, ne që punojmë futboll erdhëm me pam, të gjithë ekipet e Serie A nga Gjermania, dhe ti më lën një trajner që nuk kupton lojtarët, që e kupton se çfarë gravita kishte ajo gjë atje. Ishte me gjithmonë gjynaf dhe ajo edhe i kap dhe këtu fillojnë problemet tona. Nuk përgatisim gjithmonë të jetë më i miri dhe këto gjëra në seleksionime gjëra duhet të ndërhyjë për mendimin tim direkt kush vendos në federat.
Zoti Duka, duhet ndërhyj, duhet i largoj. Mbas asaj, ai duhet i japi shans gjithëve, po mbas asaj ndesh largohet. Dhe unë dëgjoja pastaj justifikimet, herën tjetër do thrasim lojtar nga kampionati shqiptar. Ti po na ndanë shqiptarëve, ne që punojmë jashtë, me ju që jeni atje. Jemi shqiptar, jemi vëllezër. Kemi një flamur, e duam Shqipërinë siç e do ti e duan. Unë jam larguar për motivet e mia personale. Para 30 vjetësh ata që janë më larg kanë akoma më shumë dashurinë se sa ata. Dakor, se ne jetojmë me këtë, po nuk është rastim, është rasti që të flas kështu, nuk them unë për tjetër, ajo e drejt shumë. Unë flas, nuk është e mund dëgjojnë, do marrim nga jo, lojtarët që janë jashtë përgatitur më mirë se lojtarët që janë atje. Lojtarët e ne paguajnë çdo muaj 50.000 lekë për të bërë sport. Ktu paguajnë nga klubi për të bërë sport.